Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Fillimisht falenderoj Allahun Azza wa Jall për të gjitha të mira që na i ka dhënë, e pastaj edhe ata që organizuan këtë seminar dhe juve që prezantoni këto, duke lutur Allahun xhallahu ala që ta bëjë takim të suksesshëm për neve, të dobishëm dhe na bën më të zellshëm në shërbim të fesë Allahu xhallahu xhelaluhu dhe në kontributin ton për ta përhap fjalën e Allahu xhallahu ala dhe ditën e tij. Temat janë të paralajmëruara, nuk ka nevojë më bëj hyrje, domethënë për të lajmëruar temën, mirë po do të filloj drejt për drejt të hyj në temën që është parapaqes të flas për të. Tema që ka të bëj me neve sot e që është emërtuesi plagështia në thirrje apo të ngjashëm me këtë, është një temë që fillimisht nuk ka të bëj vetëm me thirrjen, por ka të bëj me çdo aktivitet besimtar në jetën e tij. Andaj plagështia, lodhja e kuptimet e tjera që do t'i marrim nuk janë të veçanta vetëm me thirrjen, vetëm me aktivitetin dhe kontributin e një muslimani në fenë Allahut Azza wa Jall. Mirë po, çdo aktivitet që e ushtron besimtarin në raport me Allahun xhallahu ala në rrafshin e adhurimit të tij, e kështu me radhë, të gjitha këto mund të përfshihen nga një plagështi, nga një lodhje apo kuptime të tjera që do t'i marrim më vonë. Mirë po, duke pas parasysh që tema është e kufizuar në thirrje, jam munduar që t'i përkushtojmë vetëm këtij aspekti. Edhe pse këto që i përmendim sot me lejen e Allahu xhallahu xhelalu nuk do të thotë se nuk mund të jenë përshtatshme edhe për aspekte tjera të aktivitetit të një muslimani. Por ndoshta mund të jenë më specifike dhe më të veçanta për mejdanin dhe fushën e thirrjes. Kjo është e para. E dyta, sa i përket thirrjes, ju keni pasur rast edhe të merrni në temat e tjera që kanë kaluar. Thirrja që unë e kam kuptuar se është për qëllim këtu, më tepër e kuptoj si shërbim i fesë Allahu xhallahu ala nga gjitha anët që ka nevojë. E jo ta kufizojmë vetëm thirrjen klasike që është e njohur si thirrje me gojë, do në ligjërim ftesë dikujt e kështu me radhë. Andaj mendoj që çdo kush i cili dëshiron të jetë aktivist në rrugën e Allahut Azza wa Jall, dëshiron të kontribuon, për to janë këto fjalë. E nuk janë të veçanta për ata që janë thirrsa, të njohur, do të thotë në fjalorin ton, në kuptimin e ngushtë të thirrjes. Prandaj më tepër më intereson që të jemi aktiv në shërbimin ndaj fesë Allahu xhallahu ala, se që të jemi vetëm në aspektin e thirrjes. Nga se tek e fundit thirrësit edhe thirrja e ka një kuptim të caktuar të ngushtë, i ka kushtet e veta, i ka kriteret e veta që ndoshta nuk janë të zbatueshme në çdo kënd për juve këtu. Mirë po nëse e zgjerojmë kuptimin e kësaj fjale me shërbim të fesë Allahu xhallahu ala, atëherë mundësia për të përfshirë të gjithë është më e mundshme. Fillimisht, sa i përket plagështisë që mund ta kaplon një aktivist në rrugën e Allahut Azza wa Jall, në shërbim të fesë Allahut Azza wa Jall, e ka një kuptim të posaçëm kur bie fjala për aktivitetin dhe thirrjen. Unë i kam anashkaluar ato kuptime gjuhësore, ndarjet e plagështisë e kështu me radhë, gjithë ato që kanë të bëjnë thash me temën përgjithësi, jo vetëm me këtë fushë, duke munduar që ta specifikoj gjithmonë në temën që jemi duke folur për të. Se përket kuptimit të drejtë të kësaj plagështie, apo si manifestohet ajo në jetën e një aktivisti, i kam përmbledhur në 3 pika themelore. Do të thotë, fillimisht ju paralajmëroj se ligjërata është e stërmbushur me pika dhe nën pika. Për shkak se tema është shumë e gjatë dhe kam përmbledhur vetëm pikat dhe nën pikat me një koment shumë të shkurtër. Andaj mbetet që ti shkruajmë ose ti mbajmë mend e pastaj dal ngadalë ti përtypem dhe zbërthejmë. Manifestimi i plagështisë dhe i lodhjes apo i futurit, një ftohje dhe zbeje të aktivitetit në jetën e një aktivisti manifestohet në 3 fusha kryesore apo manifestohet në 3 forma themelore. Kjo nuk do të thotë se nuk ka manifestime tjera, nuk ka reflektime tjera, po mendoj se këto janë 3 kryesoret që mund çdo kush për neve ta vren elanin e zbehur të aktivitetit të tij në rrugën e Allahut Azza wa Jall.
mund ta kupton se a është duke shkuar në rregull apo ka filluar të zbehet. Nga se nganjëherë njeriu mund të mendon se është në elanin dhe kulmin e aktivitetit, por realisht ai është duke u zbehur, duke ra. Andaj, cilat janë ato kryesorët që në bazë të tyre mund të konkludojmë dhe mund të arrijmë deri në përfundim se jemi duke u zbehur apo jemi duke e rritur intensitetin e aktivitetit tonë në rrugën e Allahut Azza wa Jall. E para që mund të përmend këtë tim është se nga shenjat e zbehjes dhe lodhjes dhe plagështisë është atë që deri dje e ka konsideruar të lehtë dhe me ëndje dhe kënaqësi e ka bërë, fillon të duket e rëndë e vështirë të ikë prej saj. Andaj në moment deri dje për shembull nuk kemi shikuar se në çfarë pozite jemi. E rëndësishme ka qenë të jemi aktiv dhe të kontribuojmë. Dhe tash, si pasojë e goditjes nga ky virus i plagështisë dhe i futurit, apo fillojmë të përzgjedhim mejdanin. Fillojmë që jo gjithçka të pranojmë. Fillojmë që mos jemi të gatshëm gjithmonë të kontribuojmë për fenë Allahut Azza wa Jall. Andaj ajo që detje ka qenë shumë e lehtë, shumë e këndshme, me plot dashuri e kemi pranuar, tash fillon të bëhet pak më e rëndë. Apo të ikim nganjëherë nga përgjegjësia që na thret. Të ikim nganjëherë nga mejdani që deri dje mezi kemi prit të jem pjesëtari atij mejdani. Nëse kjo fillon të shfaqet, edhe pse mund njeriu të arsyeton me arsye të ndryshme, mirë po mendoj se nëse kjo fillon të shfaqet në jetën e tij, pavarësisht arsyeve dhe justifikimeve, është një shenjë serioze se ka filluar të zbehet, do të thotë elani i tij për aktivitet dhe ka filluar të shfaqet ky virus i plagështisë në jetën e tij në përgjithësi. E dyta që mund të përmendet si pikë që besimtari në bazë të saj mund të konkludon se a është aktiv apo ka filluar të zbehet është gjithashtu të larguarit nga realiteti. Çka nënkupton të larguar nga realiteti? Realiteti e thret që të jetë aktiv. Realiteti e thret që të jetë nga ata që kontribuojnë. Por duke pas parasysh se është godit nga virusi i plagështisë dhe i zbehjes dhe i lodhjes, fillon të ikë nga ky realitet. Çysh të ikë nga ky realitet? Fillon të ikë nga ky realitet përmes dy mënyrave. E para, duke i komplikuar punët. Punën e lehtë ta bën shumë vështirë të realizueshme. Nuk bën, nuk shkon, duhet këto kushte. Do të fillon të tëllon kushte që e nxjerrin nga realiteti. Dhe kjo të kupton se kemi të bëjmë një ikje nga përgjithësia, duke i komplikuar punët. Prandaj për shembull, sa herë ndodh që s'po them duke i analizuar realisht, por duke i komplikuar. Dhe mendoj mes analizës reale dhe komplikimit ka dallim të qartë mes këtyre dyave për juve në përgjithësi. Andaj fillon me i kompliku gjërat. Deri dje ka qenë shumë e thjeshtë të marrë një kurs, tash duhet për shembull 3 muaj, 4 muaj përgatitje me e bëftën. Kjo është shaj serioze se ka filluar muzbe elani i tij, nga se pse ka qenë dje e mundshme, ashtu nuk është e mundshme. Prandaj komplikimi i gjërave, vendosja e pengesave të trilluara në rrugë për realizimin e një projekti është shaj serioze se kemi të bëjmë me prekje nga ana e këtij virusi. Dhe gjithashtu kërkimi i ideales. Para se me fillu, apo na duhet të përsosim punë, duhet të përkryjmë punë maksimalisht. Po duhet të dimë se kemi të bëjmë me projekte që burojnë nga njerëzit. Dhe çdo gjë që buron nga njeriu, domosdoshmërisht, pas përfundimit të tij do të ketë hapësirë për të thënë se po të kishte kjo dhe po të kishte kjo. Andaj, sikur që një nga dietarët e ka shkruar në libër dhe ka thënë, "O ti që shikon në librin tim, mëshiroje dobësinë atij që ka shkruar. Nëse është diçka që duhet shtuar, shtoje, apo diçka që është shtuar, largoje, mi po dije se kjo në fundin mbetet punë e njeriu të." Andaj, vetëm në Kur'an nuk kemi çka të shtojmë dhe të paksojmë. Përndryshe çdo vepër njeriu, çdo ligjërat që njeriu e mban, po sa ndëgjon herën e dytë, thotë të kisha filluar në këtë mënyrë, apo ta kisha shtuar në këtë mënyrë e kështu me radhë. Andaj, sado që të përpjekësh, gjithmonë do të ketë hapësirë për të përmirësime nga si njerëz. Andaj nuk duhet kërkuar atë që është utopike, ideale, që kjo të bëhet pengesë për realizimin e projekteve tona. Dhe zakonisht shohim këto njerëz, për shembull, fillojnë me kërkim të asaj që është për neve, ndoshta në rrafshe të caktuar njerëzosh të realizueshme. Ata që kanë për shembull buxhete të mëdha ose mundësi të mëdha ose resurse humane njerëzore të mëdha, për ta është utopike. Por ndoshta neve nganjëherë në kuadër të shoqatës që kemi, të aktivitetit që kemi për neve, për më është ideale. Dhe ta kërkosh kët nga ky grup njerëzve është t'ju thua mos punoni. Është t'ju thua mos u angazhoni. Andaj nganjëherë kjo mund të jetë një shenjë serioze se jemi prekur nga virusi
i plagësisë. Dhe e treta që në fillim në hyrje të kësaj teme mund ta përmeni, nga shenjat e zbehjes dhe prekjes nga ky virus është disponimi për përqarje dhe coptim. Do thotë deri dje e din se duhet me kryer një punë dhe për ta kryer një punë apo e din se i duhet masa, i duhen njerëz, i duhen aktivista. Por tash duke pas parasysh se ka filluar të zbehet, nuk është më rëndësishme puna, por rruga dhe mënyra si të largohet dhe të pushon, fillon që për gjën më të vogël të fjaloset me aktivistë e shoqatës së tij, ose me anëtarët e tjerë, ose me të tjerët. Me një punë e vogël bëhet kodër. Një çështje shumë e thjeshtë që ti kalohet me një fjalë, din të bëhet pengesë hatashme e madhe, do thotë për të penguar proceset më të tjeshme. Andaj, coptimi, përçarja, mos uniteti, mos vëllazërimi në një mes të aktivistëve jep me kuptu se kemi të bëjmë me prekjen nga ky virus. Nga se, sikurse do ta përmendet më vonë, në momentin kur na unifikon qëllimi i caktuar dhe e kuptojmë veten tonë përballë çfarë përgjithsisht jemi, përgjithësive të mëdha, apo atëherë padyshim për aq sa e kuptojmë seriozitetin e qëllimit dhe përgjithësisë, për aq jemi të gatshëm t'ia falim në të drejtë. Për aq sa na duket ajo e parëndësishme, u realizu, s'kam çka bëju në aftën, për aq theksohet inati, uni personal, individualizmi dhe rrethësh nga kjo pastaj coptimi dhe përçarja. Prandaj njerëzit për shembull kur janë në raste emergjente, në raste të luftës, din të jenë bashkë edhe me njerëz që deri dje nuk kanë bukë ndoshta zbuk më hongër atë. Por i ka bashku zori, i ka bashku nevoja e madhe, apo dhe pas ata të kalojnë këtë krizë, rikthehen përsëri në shfaqje, mos pajtimet dhe të lashët. Po të ishim ne gjithmonë në nivelin e mobilizimit të duhur për të shërbyer fesë Allah xhallahu ala. Nga se sikur që dhe ndëruar na nuk kemi në komoditet, apo që për çdo fjalë të kapemi, për çdo fjalë shikojmë, të bëjmë referate, të bëjmë ndaja, s'kemi kohë për këtë çështje. Nga s'na pret një punë shumë më e madhe se të qirojmë hesapet me vetë kush e ka pas më mirë, kush e ka pas më keq. Po flas kur ka të bëjë me gjëra të përgjithshme që nuk kanë të bëjë me ajete me hadith. S'po flas në këtë drejtim, po flas çështje personale. Andaj kur ne di me nxirr spira sikur të popull për çdo çështje, për çdo fjalë, e pse e the, e çka bën, detajzimet me orë të tëra, arsyetime, sqarime, të cilat pastaj nuk çojnë unitet, po në coptim e në përçarje, kjo është shenjë serioze se kemi të bëjmë me këtë virus, na ka prek virusi, qoftë individin, qoftë 2, 3, shoqërinë, shoqatën e kështu me radhë. Dhe këtë e dim nga jeta e përditshme, thash nëse e bartum çështjen në mejdan tjetër jetësor, jo në fushën e Davidit. E kuptojmë se nganjëherë do të thotë e dim shumë mirë se për një interes saktum na duhet me një dokument me nxjerr, na duhet ndoshta një punë me e kry, apo dhe është filoni kyç që na kryen këtë punë, harrojmë gjunat e tij dhe harrojmë pozitën e tij, harrojmë fjalosin me to që kemi pasur. Pse? Nga sa është më rëndësi që ai tash tjetë në raportet mira me neve për të na kry punë apo. Edhe pse ka të bëjë me çështje personale apo. Andaj a nuk është më primare feja Allahut azza xhel apo që në rrafshe të caktuara të tejkalohen mospatimet e caktuara individuale, problemet e nefsit, e egos, e inateve për të shkuar përpara. Por momentin kur këto shfaqen, thash kemi të bëjmë me një reflektim serioz të kësaj smundjeje që ka prek ose aktivistin ose krejt shoqatën në përgjithësi. Andaj këto janë 3 do të thotë kryesore që mundemi në bazë të tyre të konkludojmë se a jemi të prekur nga kjo smundje apo nuk jemi të prekur nga kjo smundje. Dhe varësisht sa janë këto prezente në jetën tonë, sa janë këto prezente në aktivitetin tonë, për aq jemi të prekur. Në qoftë se vetëm një pikë është prezente, jemi të prekur me përqindje të saktuar, apo nëse edhe dyta është edhe më rrezik. Nëse është edhe treta, atëherë kjo është një rrezikshmëri e lartë që me të vërtetë kërkon nga ne vetëdijsim, përgjegjësim, nga se shumë projekte të dobishme të Islamit mund të shkojnë poshtë, mund të shkatërrohen, mund të shkojnë hoq si pasojë këtij virusi që shkatërron. Pika 2 që mund të kalojmë tash lirshëm të ka të bëjë me shkaqet e pam si manifestohet dhe kuptimi i saj, apo çka shkakton realisht këtë plagësi dhe këtë zbehje? Cilat janë shkaqet që e shkaktojnë? Unë t'ju them drejt të nderuar, i kam përmend 3 shkaqe kryesore. Do të munduar me i kufizu pikat, por ato janë shumë të zgjeruara në zbërthim. Andaj 3 janë manifestimet.
Dhe 3 janë shkaqet themelore të cilat ndikojnë që dikush të preket me këtë smundje. Mirë po, kur i kam përmend shkaqe sikur të vreni, kam përmend edhe reflektimin e këtij shkaku. Do të thotë, ky është shkaku, si reflekton, ku shpije ky? Nëse ky shkak është evident për plagështi, ku shpije kjo apëtën? Andaj për çdo shkak kam përmend edhe reflektimin e tij praktik në jetën e çdo aktivisti, që të jetë gjithmonë konkret, të jetë gjithmonë praktik, i prekshëm, do të thotë në diagnozën apo në evidentimin e kësaj smundje. Shkaku i parë mendoj se gjitha këtu tash janë përpjekje për mbledhje nga ato që kanë përmend dietar, janë munduar me i rendit, me i përmbledh dhe me i reduktu, nga sa ato që kanë përmend dietar janë me 10 shkaqe, po i kanë përzgjedh disa prej tyre dhe shpresoj që të kem pas sukses në këtë drejtim. Shkaku i parë që mendoj që e sjell këtë zbehje. Tash sa herë them zbehje dhe plagështi, apo me automatizëm ndërlidhemi me 3 pikat e para në fillim që i falem për to. Andaj nuk shkojmë larg këtyne apo. Shkaku i parë në duar është ignoranca, gjehli. Në këtë rast, gjehli për davetin apo. Na nuk e kemi kuptuar drejt kontributin për këtë din. Nuk e kemi kuptuar drejt çka nuk kupton të jesh thirrës në rrugën e Allahut azza xal. Nuk e kemi kuptuar drejt se çka do të thotë të jesh aktivist islam në shërbim të fesë Allahut azza xal. Nga se kur do të thas për reflektimet e kësaj pike, do të na bëhet të qartë se jemi të prekur dikun apo dikun nga ky shkak. Fillimisht, cilat janë objektivat e davetit apo? Nëse na dona me kun aktivist në rrugën e Allahut azza xal. Me marrë çdo kompanive, na tash themi, elhamdullah gjithë ju që jeni këtu, jeni të përfshirë në ndonjë aktivitet të caktuar fetar për të shërbyer fesë Allahut azza xal, ose në mënyrë individuale, ose në mënyrë të organizuar me 2-3 vllazni, ose në mënyrë edhe më të organizuar në shoqat e kështu me radhë. Andaj, nëse na do ta shpërndajmë tash një letër në mesin e gjithëve juve këtu. Edhe do t'ju them unë juve kështu. Mi shkruaj qëllimet e aktivitetit tanë. Çka synon ti me arrit me këtë çështje? Mendoj se ose do të jenë të zgjeruara e të përsëritura, ose të ngushtuara të ngulfatura. Ndërsa, shikone dietarët do të thotë në çka e përkufizojnë aktivitetin për të shërbyer, për të bëjë hizmet islamit. Çka synohet me këtë? E para, kanë thënë dietarët, është që në mënyrë komplete, kur themi komplete, do të më mundësive, apo në mënyrë komplete të përfshihet çdo individ në botë nga thira islame. Mos metit asnjë njeri në rrethin ku ti jeton, në vendin ku ti jeton, në kohën ku ti jeton, pa ndëgju fjalën e Allahut azza xal. Kjo është objektiva kryesore e aktivitetit apo. Andaj, a do të jesh ti ai që gojarisht e përhap, apo financiarisht e përhap, apo e përhap këtë fjalë të Allahut xhallahu ala, duke qenë argat i kësaj, duke ftuar njerëz e kështu me radhë, kjo pastaj i takon natyrës tjetër të trajtimit apo. Por dua të them se çdo kush për neve duhet ta kupton se duhet të kyçet në projekte gjithëpërfshirëse, që të përfshin çdo shtëpi, çdo njeri, çdo individ, fjala e Allahut azza xal. Kjo është objektiva e parë që e synon aktiviteti jon si aktivista islam. Objektiva e dytë është që ata që i përgjigjen kësaj thirrje, apo tu i pet rasti, ta mësojnë fen drejt dhe të edukohen në frymën e saj. Veç kjo sa është sfidë e madhe për ne vëllai. Nëse veç na bëjmë projekte për edukimin e muslimanëve, do të jetë numri i vogël i njerëzve që i inkuadrojnë në këtë projekt. E lëre mo mësimi e kështu me radhë. Andaj objektivi i dytë e aktiviteteve tona është që ata që i janë përgjigjur thirrjes tonë, në këtë rast muslimanët, apo të përfshihen në procesin e arsimit dhe edukimit fetar. Të arsimohen, të njohin akiden, të njohin fikun, të njohin dinin mirë, apo të pastrohen nga besytni, të pastrohen nga ato që nuk janë të fesë Allahut azza xal, të pastrohen nga hadithet e dobta, nga fjalët e paqëndrueshme, nga mendimet e pa argumentuara dhe në kuadër pastaj të këtij Islami të pastruar të edukohen. Kjo është sfidë në veti dhe projekt në veti që e synon thash kontributi për fenë e Allahut azza xal. Dhe e treta është që të punojmë, të angazhohemi që kjo fe të jetë nga dhënjysë në çdo vend. Askund
mos të ketë diç mbi fen e Allahut azhjal. As ligj, as sistem, as pushtet, as çka do qoftë. Kjo është puna jon. Sa ne e arrim këtë ose diçka tjetër. Mi po duhet të ekziston si objektiv apo si synim në jetën tonë që ne të synojmë që të përfshihet gjykimi me Islam këtë botën apo. Sikurse erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto janë tri objektiva themelore mbi sa ndërtohet puna dhe aktiviteti për të shërbyer fesë Allahut azza wajal. Si pasojë e ignorancës dhe mosdijes dhe mungesës së informatave në këtë meydan, çka na shfaqet ata? Fillimisht na shfaqet gjithatë pjesë e kësaj plagështie. Po çka na shfaqet realisht? E para, mjaftohemi me kontribut të vogël. 2 fletushka i boton apo 3 CD-ja i qet, një punë e bën, na jem të bubull. Në qoftë se e përball këtë aktivitet me këto objektiva, e shese edhe jetën e Nuhit Allah me ta dhon, alayhissalam s'ka kohë, nuk del vakt me kry këto puna. Por njeriu kur fillon më mjaftu me pak, fillon pastaj më uzbe. Nuk din ka me bë. Nuk din ka me shku apo. Ka bë këtë punë, në kuptim shumë të vogël, ndoshta hala antarët e familjes se kanë dëgjuar mirë fjalën Allah xhallahu ala, ai mjaftohet me kontributin. Dhe posa të mjaftohemi me kontribut, fillojmë që të zbehemi, duke thënë që edhe tjetët punojnë, që pjallëshën në vend dikuj tjetër e kështu me radhë, kjo nuk është në kuptim të bashkëpunimit, apo po është në kuptim të një arsyetimi të fshet për të largu nga kontributi për fenë Allahu xhallahu xhelalu. Andaj ignoranca dhe mosdia për objektivat e thirrjes dhe aktivitetit fillimisht na bën që të mjaftohemi me pak, edhe në dhënje, edhe në kontribut, edhe në ligjërim, edhe në aktivitet, edhe në çka do qoftë. Dhe kjo padyshim se e sjell është shkak pi shkaqeve kryesore që e sjell plagështinë. E dyta, kanë përmend dietarët është se nga moskuptimi i drejtë i aktivitetit fillon të ngushtohet hapësira e aktivitetit. Dhe si pasojë e kësaj ngushtie, fillon që me e xhelozu, fillon që me e largu, fillon me bojkotu, se fillon të mendon që po i përzihen kanë më marr, ndërsa nëse kupton se është e gjon aktiviteti, ka vend për gjithë. Andaj nuk ndihemi të rrezikuar nëse edhe një shoqat është hap. Nuk ndihemi të rrezikuar nëse edhe një njeri ka filluar punu për këtë din. Përkundazi, gëzohemi se kemi përkrahje, nëse dimë bashkëpunu në rrugën e Allahut xhallahu ala. Andaj mendoj se dallimi mes shoqatave islame dhe shoqatat e perëndimit është pikërisht kështu. Nga se ata me gjithë diapazonin e ngushtë kanë, nga se kontribuojnë vetëm këtë dunja, ja kanë zgjeruar vetes mejdanin mas të madh me punu. Andaj i gjën të profilizuara. Një shoqat punon vetëm me këtë çështje, një vetëm me këtë çështje. Punojnë me një vend, ndoshta me 10 shoqata dhe nuk përzihen mes vetave. Na ndoshta i kem një me një vend edhe përzihem. Janë zëm një të udhën, e hijen, e diellin, e kështu me radhë pengohemi, duke menduar se krejt puna, krejt aktiviteti është në 10 vllazëri xhamisë që të japin. Andaj këtë kontributi fokusi mbetet në një kategori të caktuar njerëzve dhe pastaj këtë aktivitete që mënoj që aty mi kry, edhe dikush me majt një kurs, pse majt të këtë vak, se unë është dash me majt, fillojnë konfliktet pa nevojshme, nga se e kemi ngushtu mejdanin. Përndyshe nëse e kuptojmë drejt, qëllimin nga thirrja, nga aktiviteti, është shumë i gjonë. Wallahi nuk mundem menoj që qindra shoqata vendore me kon Kosovë nuk kanë mundësi vetëm mbrana Kosovës, apo me e realizu këto objektiva që unë i përmenda, që ishin 3 që ndërtohen të islami. Andaj, fillan me u ngushtu dhe si pasojë këtij ngushtimi, fillan me u zhvendos nga aktiviteti në qërim hesapesh me tjerët, largim nga mejdani se po përzihesh, unë kam qenë i pari dhe pastaj padyshim se zbeja dhe plagështia është e gatshme. Andaj kjo është shkak i rëndësishëm. Ignoranca, isla reflekton pastaj me këto probleme. E treta, si pasojë e mosdijes dhe ignorancës për objektivat e aktivitetit dhe kontributit, shfaqet një formë tjetër e kësaj zbeje. Cila është ajo? Prat gjithmonë iniciativa. Prat gjithmonë me e thirr dikush. Nëse kur kush nuk e thret, nuk din 2 fjalë, 2 punë, 1 punë, 1 cent thirr me u për ditë Allahu xhallahu ala. Puna është e gjonë Allahu. Shikon nëse ne kuptojmë kështu, veç me i qitë para veti, këto 3 të para që i ceka, objektivat e davës, objektivat e aktivitetit për këtë din, me i vendosë për para, sartë shikajsh ka i projekt kujtuat, sartë këshurë s'kine me prit kërkan, po, do shme prit legitimitetin e ati veprimi, fetar,
Po jo me prit dikush me thirr me kom pjesë, s'po më thirrin. Ti thirrë tjerë, ti jap ideja, ti jap mendime, në kuadër të, thash, njohjes që e ki për objektivat e thirrjes dhe objektivat e kontributit për fenë Allah xhallahu ala. Nëse kjo mungon, pret, sa tret kërkush, fillon të uzbe, tu largu dhe bëhet një musliman tejet pasiv, që pastaj shndrohet nga një objekt i përshtatshëm për të thirrë të tjerët, apo po bëhet objekt për në thirrë në ato përsëri. Andë duhet me harxhu energji, me thirrë ato rrugë të Allah xhallahu ala, përderisa kena pasur me e mobilizuar ato me thirrë të tjerë ato. Si pasojë kësaj dhe e katërta, nga mosnjohja, se shkaku kryesor tash është mosnjohja e natyrës së punës për Islam. Si shkak i kësaj mosnjohje vin këto pasoja tri çiceka dhe e katërta është njeriu që nuk e njeh natyrën e davetit, njeriu që nuk e njeh natyrën e punës për Allah, punës për Islam, e shen në mas të madhe duke marrë me tjertë. Apo duke i kritiku, duke shiku kur a ky, çka boni ky, çfarë gabini boni ai, ku shkoi ky, e kështu me pse? Sa ai ka kry punën e davetit, s'ka çka bën mu. I ka thirr krejt, këtë janë duke u fal, këtë largu pe haramit, këtë kanë kuptuar Islamin, tash i ka met vëllezërit muslimanë ato. Sikur si ka dhënë ai dietari, një nga xhamatet që ka ardhur me pyet një hoxh, edhe ka gjetë një njeri duke pyet këtë hoxhën. Ka pritë se u larguai posa ka shku, ky njeriu pyet si i parë, apo ky pyet si i dytë, është afruar te hoxha dhe i ka thënë, hoxh, këtë njeri mos e ngamu, ky ka zënë kështu me në kuptim negativ, duke shpif dhe duke tentuar me mush hoxhën dietarin kundër këtij njeriu. Atëherë hoxha çfarë i tha? I tha, a ke luftuar në këtë vend, për shembull me Khawarijët, në kohën e Selefit ka qenë kjo. Jo, ka ke luftuar në këtë vend, e kon këtë vend, e ka përmend disa projekte të mëdha islame që je dash me kon aty. Thas, ai në çdo pyetje thoshte jo nuk kam qenë. Thot subhanallahu, domthon, krejt ato vende ka pas mundësi mos mu gjeti, apo e nuk pat mundësi mos mu gjet në prekën e ndërit Allahut. Andaj nëse gjendemi këto projekte, nuk kena kohë marrë në teatrin, s'ka vakt. Përveç se në kuadër të projektit, në kuadër të punës, po. Ama në kuadër të qërimeve të zonë persone kështu më radh, nuk i gjem. Andaj subhanallahu, edhe na kena përvoja nga e kaluara. Njerëzit që kanë preferuar mu marr shumë me tjerë. Në llogaritë të davetit e shohim se janë zben punë për davet. Madje janë zbet në adhurim, duke u larguar nga fusha dhe mejdani adhurimit të Allah xhallahu ala dhe nga mejdani i kontributit për fenë Allah xhallahu. Madje ndoshta janë shumë të hershëm në Islam, por dikush që dje është futur në Islam u ka të kalu me pjesëmarrje në shumë projekte, ndoshta ata kanë më të larg. Pse? Angazhimi me tjerë ato. Prandaj kjo është pika e parë dhe kjo është vëzhgëruar, domethënë shkaku i parë që ndikon dhe shpije në prekjen me këtë virus. Kur dikush preket nga kjo ignorancë sikur se ceka, atëherë shfaqen tek ai këto simptome të kësaj smundje apo. Shkaku i dytë është bie viktim e arsyeve të paqena. Ato arsye nuk kanë arsye. Por ai bie viktim e tyre duke menuar se për një më ka arsye. Nëse realisht dhe vetërisht nuk ka arsye për këtë çështje apo. Dhe këtu dietarët kanë përmend me 10 arsye që din një pasivist, po them kështu kushtimisht, jo aktivist, po një pasivist apo me i qit përpara kur thirret dhe të ftohet që të jetë aktiv për të kontribuar fesë Allahut azza wa jalla. Unë po i përmani disa prej tyre apo. Gjitha këtu janë arsye të trilluara, të paqena. Ato realisht ekzistojnë, por jo në raport me të, jo në rastin e tij, jo nuk janë arsye që të largohet nga mejdani i kontributit për fenë Allahu xhallahu ala, apo mos jetë aktiv në forma të ndryshme për të kontribuar fesë Allahut azza wa jalla. E para është arsyetimi se ka punë, apo puna ose kërkimi i diturisë me kry shkollë është punësu, tash edhe puna nuk po e lën me kon shumë aktiv që shka qenë ato. Kjo nuk është e arsyeshme, apo nga se ne gjejmë njerëz të cilët, për shembull, për batil punojnë shumë më shumë se që punon ai dhe kanë kohë për me bëu sherr shumë më shumë që ai ka kohë me bëu hajër ato. Po të ishte arsye, qëre, arsyeja kur është e arsyeshme, është e përshtatshme për krejt neve. Apo a ka mundësi për shembull në gjendje normale, s'po them gjendje të smut, se jeni atë vol për të smut, ama po flas në gjendje shnosh,
Tash dikush më thon temperatura këtu më është -10, shumë ftoft, apo kom, e themi ti si mirë. Apo se realisht me kon që -10 ton shumë nirthna. Se normale me nirth. Ama krejt kanë vakt për shumë sene, edhe ai ka vakt për shumë sene, po kur vije puna për me kontribuar për ditë Allah azza xal, provimet janë problem është puna, angazhimi, projekte të caktuara në punë këtu më radh, ndërsa këtu janë dash pa qenë, nga se gjejmë njerëz të shumë që për sherr kanë vakt dhe në shkollë janë më të suksesshëm se ai. Apo kanë kohë me mësu më tepër, me monota më të mëdha dhe kanë kohë me pas aktivitete anësore për sherr. Gjithashtu kemi njerëz që kanë obligime më të mëdha në punët e tyre, nga se kanë pozita më të larta dhe kanë përgjegjësi më të shumta, megjithatë bojnë shumë më shumë punë se ata. Andaj, kjo me kuptuar se kjo arsye nuk ekziston. Po, mundesh me e adaptu aktivitetin me e përshtat me punën, me e përshtat me mësimin. Për shembull, para ditë nuk mush me kon këtu, po mush me kon pas dite. Është e vërtetë se në kohën e provimeve kërkon pak arsyetim, se një muaj ditë ka provime pak mlironi nga kjo. Mirë, po e kompenzon kët gjatë verës pastaj kur s'ki pushime, kur s'ki provime e kështu me radhë. Por ndjenja e kompenzimit tek na nuk ekziston. Nëse në kohën kur vije thirrja edhe mundësia për të kontribuar, nuk e kena punë, ne mbesim që ashtu si kena punë edhe kur nuk kompenzojmë. Dhe kjo me kuptuar se kemi zbehje, nuk kemi të sinqert në këtë deklaratë. Nga se e dini Anas ibn Nadr radiallahu ta'ala anhu, i cili mungon nga lufta e Bedrit. Çfarë tha? Wallahi, në qoftë se Allahu më mundson me marr pjesë në luftën e ardhshme me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, do të sheh Allahu çfarë do të bëjë naftën. Ja dha besën Allahut për kompenzim. Dhe posa erdhi lufta e Uhudit, u vërsoi luftoi e dini luftën e tij, apo derisa do thot u plagos dhe u vra, nuk patën mundësi me e njoft nga goditit e shumta që i kishte marrë atë. Derisa motra e tij e njohi vetëm në bazë të gishtave. Ka pas shenja në gishta që normalisht familjarët e ngushtë i dinë këtë punë. Atëra motra e tij e ka njoft bi bananihi me këto të gishtave, përndryshe nuk njihej, ishte tërësisht, ishte prish nga godit e shumta të shpatës atë. Po, është e vërtet se në Bedër s'kam qenë, se kam qenë provime, është e vërtet se kam qenë pak i angazhuar me të punë, pak ngarkesë kum pas në punë. Mirë po, pas aty rom e shihni ju se çfarë aktiviteti u bëja atë. Ku është kompenzimi? Prandaj, kjo është thash arsyeja e paqen që ndikon në zbehjen e aktivitetit ton për të kontribuar dhe për të punuar për dinën e Allahut azza wa jalla. Gjithashtu për arsyeve që njerëzit thjesht i përdorin si arsyetim për të shmang, për të largu nga aktivitetet fetare, mos të kontribu, mos me qenë pjesë e tyne, kjo padyshim është smunje e plagështisë dhe zbejes, është arsyetimi se nuk muna me duru në fjalët e hallkut apo. Po çdo projekt flasën njerëz apo. Gjithmonë kanë më pas më shtuar po. Ai tash fillon, unë s'u ndrek ta njerëz. Sa bona kësh me dikon, sa bona prish me dikon në po largon apo. Kjo është arsye. Nga se pejgamberi Allahu xhallahu ala kam su kritika dhe kanë vazhduar rrugën e Allahut azza xhallahu. Po na mund ta përmirësojmë çastjen, nëse ne na problem për kritika. Nëse ne na problem për të na ofenduar dikush. Po na duhet të përmirësojmë vetën tonë. Por nëse s'buron për neve, njerëzit kritikojnë nga zilia, nga hasedi kështu më radh, nuk është arsye që të largohesh. Nga se duhet me vazhdu. Andaj, sikur që ka thonë Fudhal ibn Iyadi, me lënë një punë për hir të njerëzve është shirk. Një për kuptimeve të kësaj është të friksohesh nga kritikat e njerëzve, s'ta ban. Apo se kritikati, unë e dëmtona, një mash dëmtona në pozit, unë s'më me duru këtë çështje, po largona. Fudhal ibn Iyadi një formë të kësaj tërheqje dhe të këtij arsyetimi e ka konsideruar si shirk apo. Qase të ke fundit, po e përmend, na duhet të kemi dert, duhet të kujdesemi për fjalët e njerëzve, në kuptim pozitiv, që sa më mirë ta bëjmë punën që njerëzit të lakmojnë. Po nëse japim sebepet, japim mundin, dhe përsi ka kritika, duhet me u ballafaqu me to dhe me qenë të gatshëm me duru. Para më në për shembull pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga një njeri më i besueshëm në Mekë, apo nga një njeri më i ndershëm në Mekë, Sadiqul Amin e kanë thujt. Apo i vërtetë dhe besniku. Projektet kryesore të Kurajshve kanë besuar atij. A dini se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deri para se me po hijrat, më largu nga Mekka në Medinë, parat e Kurajshve këtë pasunia ka qenë te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe mas Islamit, 13 vjet mas Islamit. Mas kanë pas mos pajtime të, kanë pas probleme të, po parat e kanë besuar. Që ta pejgamberi i kalon parat te Kaliu dhe e kalon listën të kuqjan, pastaj ka shkuar në hijrat apo.
Prandaj dua të them që çfarë pozite ka pas. Megjithatë i kanë thonë pastaj i çmendur, e sirbaz, e kështu me radhë. Në njëri që është mësuar gjithmonë me lavdru, me ngrit, ka pas pozitë. Sa është e rënd kur degradohet me këto emërtime? Shumë është e rënd. Por megjithatë ka vazhdu. Nuk i bëjnë përshtypje njerëzit, nuk i bëjnë përshtypje kritikat, ai vazhdon rrugën e tij. Po bëjnë përshtypje në përmirësim, por jo ndalje, jo në stopim. Prandaj ai fillon të arsyetohet dhe thash ky arsyetim i paqen, padyshim e çon deri tek zbehja. Se arsyetohu këtu, mundohu këtu me kon mirë me këta, mundohu me kët, mungon këtë projekt, fillon zbehja. Andaj kjo është edhe një shkak tjetër themelor që ndikon në zbehje. Gjithashtu në kuadër të këtij shkaku që përmenda arsyetimet e paqena dhe të trilluara, shkaku i tretë është thot njerëzit nuk e vlerësojnë mundin. Mundohu sa dush, s'ta vlerësoj mundin. Ma mirën pra mira me një punë për veti, për mu, për familjen time, për këtë në biznesi bile shoharin vetin në dunja, se njerëz badja mundohu për ta sa dush, nuk ta din, nuk ta vlerësojnë. Sa njerëz subhanallahu, duke prit mirënjohje nga njerëzit janë zbrapsur nga kontributi apo. Duke prit vlerësime të njerëzve janë zbrapsur apo. Njerëzit nuk spret me ton faleminderit apo. Mos e rrit intensitetin e punës që s'e falenderojnë. Edhe mos e ul intensitetin e punës që nuk falenderojnë. Ti e ke lidh kontrollin me dikon tjetër. Ti ki punë me Allahun xhallahu ala. Të falenderojnë, nuk falenderojnë, kjo është çështje tjetër. S'ka të bëjë me punën, s'ka të bëjë me aktivitetin. Por fatkeqësisht tek na dim të zbehemi. Po, është e vërtet se lavdrimi, po padyshim, lavdrimi t'jap vullnet, stimulon. Po nuk duhet me kon kusht, nuk duhet me e kurzu punën se apo ma din dikush apo nuk ma din dikush apo. Dhe ai arsetohet, nuk ta din kush. Mundo sa dush, apo atë njerëz ta gjujnë poshtë mundin apo. Kjo që më mirë e kjo më mirë është padyshim zbehje dhe largim nga fronti që është dashur me is përpara jo të shkon mbrapa. Gjithashtu prej arsyeve të trilluara të paqena që shkaktojnë zbehjen dhe plagështinë është të larguar nga aktiviteti në emër të rishikimit të disa qëndrimeve apo. Ka dalë se po gati na gu dia, se na kon që duhet mirë, i kena bëu në pika gabim, mos të vazhdojmë, të ndalme të menojmë apo. Mi po kjo ndarje mendim është apo për të arsyetuar zbehjen e jo për të rishikuar qëndrimin. Apo nga se ai që don me e rishikuar qëndrimin e shikon me ilm, jo me xhel. Për shembull, sa herë njerëzit kanë punë të kaluamën. Sikurse për shembull, na kemi pas një periudhë Davidit më hershëm para luftës që nuk ka qenë e përgjithshme sikurse është sot. Por ka qenë më tepër e fokusuar, ka pas padyshim edhe aspekte tjera, por ka qenë ndoshta shpesh më tepër e fokusuar në forma, jo në esencën e bërtham. Forma e namazit, forma e dukjes, forma e pantolla, forma kjo ka qenë. E pse kjo është pjesë e Davidit ton, kjo është pjesë e thirrjes ton, pjesë e dinit ton, nuk mund me ikë dorë pikë kësaj. Por gabimi ka qenë kur kena i mundu njerëzit apo me i bajt vetë çita dhe me çita i kena vlerësu këto tjera të punta. Që kjo është gabimi. Tash, nëse rishikojmë të kaluamën, e rishikojmë që këtë me erujt, se kjo ka qenë mirë, po me errit tash ma tepër. Mi po jo me anullu këtë dhe me zëvëzume diçka që s'ka bazë. Këtu vjen gabimi apo. Andaj du me thonë që rishikimi bëhet me ilm, me dije. Ti diri dje që ke vepru kështut, kush të ka thonë kështu? Ke pas bazë fetare. Po nuk ke pas bazë fetare që ke dini që të me e pru. Që kjo kom gabimi apo. Mirë, tash don me e zgjeru, me rishiku qëndrimin, pozitën, me çka rishikon? Me ijtihad vetin. E ti këtu si e mujtahid? Apo edhe rishikimi duhet bëhet me dije. Edhe rishikimi duhet bëhet me përcjelljen e dietarëve. Andaj jo vetvetiu. Andaj në emër të kësaj thotë, jena ngut, kena bëu probleme, duhet pak mu largu, duhet pak kështu me radhë, sikum diçka tjetër. Këtu arsyetime e bën që të zbehet. Këtu arsyetime e bën që të preket nga plagështia. Dhe subhanallahu, po i them nga përvoja e përgjithshme, shumë nga njerëzit që janë të rrek nga daveti. Apo me këtë arsye nuk janë rikthymon të kur. Nuk janë kthymon të kur. Tishin kthy, kish me qenë rishikimi i sinqert apo kishin më u kthy shumë më të fuqishëm, apo nga se kishim mbledh fuqi dhe elan për të rikthy. Por fakti pse nuk rikthehen, jep me kuptues se rishikimi si duket nuk ka qenë i sinqert apo. Po ka qenë për diçka tjetër. Për shembull, është ballavaçuar me në realitet s'ka mund me bajt më optën. Dhe është dorëzuar para realitetit, është dorëzuar para problemeve, para telasheve dhe nga pamundësia me e pranu dorëzimin dhe gjunëzimin, ka bë tërheqje taktike në emër të kësaj arsye apo. Tërheqje taktike në emër të kësaj arsye se na duhet me rishiku punën, me rishiku këtë apo. Andaj e kam përmendur disa herë. Për shembull, shumë njerëz që kritikojnë
periudha të caktuara të davetit, qoftë ato para luftës ose në këtë vend ose në atë vend, apo në emër të shkavit e kritikojnë atë, në emër të tauhidit. Duhet me thirrë në tauhid, duhet me thirrë në besim. Njerëzit më mësuar besimin, në emër saj ata e kritikojnë atë, apo se ju s'keni thirrë në besim. Ata njerëz që e kritikojnë atë periudhë në emër të tauhidit, ende nuk e kemi gjetë që kanë shpjeguar një broshurë të vogël të tauhidit dikun tjetër. Andaj po të sinqert, se e periudhë është e gabuar, s'është dashur me bë. Duhet me tauhid, kish me qenë shembulltyr e shpjegimit të tauhidit. Mirë po, të mbetesh me tauhid, ta luftosh për shembull formën e namazit, o mendoj se kjo është më tepër smundje se sa dukuri e shëndosh. Nëse duhet me tentu me tauhid apo me e përfshi sunetin e namazit, por jo me e përjashtu. Ata nëse tentojmë përmes në emër të tauhidit me e përjashtu për shembull mjekrën, me e përjashtu formën e namazit, ne çfarë kemi bërë? Me një të mirë e kemi lëvizur një të mirë, e s'na ka mbet asnjë e mirë apo. Por duhet me tentu që përmes tauhidit me rikthy rëndësinë e formës dhe me ia dhon rëndësinë tauhidit. Kjo është, domethënë, ky është zhvillim normal. Mirë po, që as tauhidi mos jetë në pozicion që duhet. Edhe suneti të luftohet, mendoj që kjo është ashiqare, shaj e kësaj plagështie dhe shaj e kësaj smundje apo. Andaj sikur që ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah për filozofët, të cilët janë munduar me filozofu, me argumentu se Allahu ekziston, apo që me këtë ti revanshohen dhe gjithashtu ti rënojnë teoritë filozofëve grek. Thati Ibn Taymiyyah rahimahullah, la al-falasifata kasaru wala al-islam nasaru. As filozofë si kanë thy, apo se janë gjyzuar para tyne, e as Islami se kanë imu. Se tek e vunit nuk e keni imu Islamin, nëse ka arrit me bin se Allahu ekziston. Këtë punë e ka ditë edhe Abu Jahli. Nuk llogarit kjo fitore e madhe. Andaj as si kanë thy këta, e as si kanë imu kët. Prandaj edhe në disa raste nganjëherë kur ne arsyetojmë me rishikim të pozicioneve, rishikim të koncepteve, apo nganjëherë as nuk keni mojmë të kaluamën, e as nuk e rregullojmë të ardhmen. Por mbetet padyshim në një ميدan tjetër thash që fatkeqësisht mund të jetë nga prekja nga kjo smundje. Andaj po çdo proces, çdo fazë që ka kaluar për të daveja pranon kritika, pranon këshilla, dhe duhet me qenë kështu. Mi po ju duke e rënuar, por duke ndërtuar mbi të. Prandaj dallon rënimi dhe dallon ndërtimi. Prandaj nganjëherë njeriu largohet nga daveti në emër të kësaj se duhet me rishiku, jena gut, kena bo mirë, jena gut. Tash hajde s'pra çat ngute që kena pas, për shembull, për fort namazit, hajde çfarë të gutemi në tauhid pra. Veç të ndrojmë materialin apo. Mi pasha do të ka ngel edhe në tauhid, edhe këtu. Madje mund të me plot përgjithësi se shumë nga ata që në emër të kësaj zbrapsen, apo kalojnë vite edhe ende nuk i din as kur të flas la ilaha illallah diçka më tepër atë. Andaj ku është tauhidi? Ku është xhelozia për tauhid? Ku është maturia? Ku është urësia kështu me radhë? Pa duhet të them që nuk duhet këtë ta përdojmë si arsye për të mbraps, por duhet jemi të guximshëm, të ballavaçojmë me gabime, me kritika, por për të vazhduar më tutje, për të ndërtu, jo për të rënuar. Andaj me mburje i referohemi fazës së kaluar. Gabimet që kanë ndodhur kanë qenë të justifikueshme, ka se ka mungu dia, ka mungu shumë gjëra dhe në kuadër të saj plotësohemi dhe shkojmë përpara. Por jo të distancohemi tërësisht duke rënuar të kaluarën dhe duke mbetur e ardhmja e migulluar dhe e pandërtuar. Gjithashtu nga arsyetimet që i përdorin këtë drejtim vëllëndëruar, njerëzit që preken nga plagështia, o tha se shkak i dytë është arsyetimi i paqen. Bien arsye, s'jam këto arsye. Dhe si pasojë arsye të pajustifikueshme, të paqëndrueshme, çfarë ndodh? Preken nga plagështia, nga zbeja dhe nga lodhja. E në kuadër të këtyre arsyetimeve është arsyetimi edhe i pesti më rrallë mund të më numru, është arsyetohet se fesadi e ka marrë vetën atë. Ka përfshin të nënt. Do thotë, ka të shkojsh fesad, prishje. Ti me këtë çfarë kimë bëti? Me një pikë ujë nuk fiket tërë ky zjarr më thon. Arsyetohet se na nuk kena mundësi, na nuk kena fuqi, na nuk kena të organizuar, na nuk kena kështu. Fesadi është më i madh. Për shembull, disa njerëz thonë nganjëherë çka kimë qelti, për shembull, në një projekt caktuar. Çu kanë ata ato? Ti ku i kiti mundësi që kanë ata ato? Ata që bojnë sherr me mundësitë tyne shumë më shumë. Ç'a bën ti për ballë tyne ato? Ata çka më bëna? Me nejt, rrodhë budorzuar. Prandaj për shembull në aspektin medial,
Nëse shikojmë kapacitet e fuqit e atyre që bëjnë sherr, na nuk është dashur as me postu kurrë as në YouTube, as me pas kurrë në Facebook, as me pas televizion, as kurrë. Gazet në çdo aspekt atë më të fuqishëm se na, dhe na mund në çdo aspekt. Andaj fillon të arsutot. Pjesë të shkave të kimë konti, veç kish njerëz me ty apo. Ti ku mundesh me përgatit program, çfarë ata kanë program apo. Nuk mundesh. Andaj sot që sharak rrima mira apo ti sot forcosh apo. Deri kur asnjëherë apo. Andaj të arsutuarit me fuqit, me kapacitetet, me mundësitë e tjerëve dhe se fesadi ka përfshirë na e ka mujt, thash njeriu bie në këtë plotësinë këtë zbeje. Ndoshta në fillim mund të jetë sinqert, fillim, por nëse nuk i rrin gati kësaj vezvese të shejtanit, fillon me radhë mos brapsa. Si fillim po mund të jetë vezvese, gabon njëri, por e merr vetë në ti jeptë. Sot po, në kuptim po e pas ta keq kuptu kët, e kam se kam llogarit kët, se kam shiku kët e kështu me radhë, mund të ketë gabime në fillim. Mi po e rimer vetë në ti. Por që të vazhdon me këtë vezvese, padyshim se kjo është pije deri në këtë smundje, e pastaj nëse përsi nuk e rri vetë gati, shkon kjo smundje duke u rrit edhe duke u shtu në mas të madha. Andaj vëllezëruar, ky është shkaku i dytë për shkaqeve të plagështisë në aktivitet dhe në thirrje aftën. E para thash, ignoranca dhe moskuptimi i drejt i aktivitetit dhe kontributit, dhe i përmenda pikat e caktuara. E dyta është të prekurit dhe të përfshirit në arsyetime të paqena të pajustifikueshme. Si shembull për këtë i sjell disa prej shembullve, për arsyeve që i përdorin njerëzit që janë të prekur nga kjo smundje. Dhe shkaku i tretë dhe i fundit që me të e përfundoj këtë pjesë, për shkaqeve që ndikojnë me u prek dikush nga zbehja në davet, nga zbehja në aktivitete, nga zbehja nga kontributi është padyshim smundjet e zemrës. Smundjet e zemrës janë do të thotë shkaktari kryesor që ndikojnë në largimin e dikujt prej kontribut ose në zbehjen e aktivitetit të tij. Andaj sa ardhëruar nuk e gjejmë veten tonë të disponuar aktiv sa duhet për të kontribuar fesë Allah xhallahu ala, fillimisht duhet të shikojmë veten tonë. Sa të smundjet e zemrës që e prekin njeriu e që ndikojnë pastaj në zbehje, nga ato më theksuar është hasedi, zilia. Njeriu që është i prekur me hased nuk ka mundësi me kontribuar për dinë të Allah xhallahu ala. Kjo është rregull. Nuk është e mundshme. Hasedjiu nuk punon për dinë. Ka sa hasedjiu pastaj mundohet tër aktivitetin që ka apo me e kthy kundër atij që ka zilia. Dhe nuk ka kohë pastaj më marr për dinë të Allahut azza xhallahu. Andaj smundja e zemrës, sikur është hasedi për shembull, është një smundje padyshim shumë e keqe që ndikon në zbehjen e dikujt në aktivitetet e tij në kontribut për fenë Allahut azza xhallahu. Gjithashtu nga smundja e zemrës që mund t'i përmendin këtë tim është edhe vetpëlqimi atë. Apo aty që hin vetën hoj, mendon që çka ka bëj kur s'ka bë, apo edhe çka është të bëj kur nuk e bë, kë padyshim kush preket me vetpëlqim e ka gjykuar veten me vetvrasje të punëve të dinit atë. S'ka mundësi me vazhdu atë. Ai që është i prekur nga smundja e vetpëlqimit nuk mund me shtu punë mirë atë. S'u shtonaj, se nuk sheh arsye me shtu mo. Gase nuk sheh pozin xhenet mo që mo e meraj me punë të tij nëse shtonë. E me këtë që ka, menon se Firdausi që aty diku ndoshta është shpagim për punët e tij apo. Me po më shtumun alo, me çka pagunon e motën. Edhe s'kam çka më shtumun më tepër. Andaj smundja e vetpëlqimit apo. Sikur që ka thonë dietarët e mëshëm, nuk kemi pa smundje më të keqe që më tepër shkatron, e prish, e rënon, e sjell pasoja të këqija dhe fatale, nuk kena pa më tepër. Se sa elogj vetpëlqimi apo. Është padyshim, do thotë një nga smundjet e rënda që e prekin besimtarin dhe kur të prekin nga këto smundje, padyshim se e shpije këtë drejt tek plagështia, zbehja e aktivitet në rrugën e Allahut azza xal. Gjithashtu nga smundjet e zemrës janë shumë të vlerëruar, smundjet e zemrës. Oni përmend disa prej tyre apo hasedi, pastaj vetpëlqimi, gjithashtu nga smundjet e zemrës që janë shkaktare pastaj edhe për të zbe aktiviteti i tij dhe kontributi i tij është urrëtia. Ka urrëtia ndaj tjerëve. Do të tenton me e bajt problemin personal në mejdan të Davidit. Andaj sot për shembull, në sa vende ndodh që është prek fatkeqësisht Davidi, është prek aktiviteti si pasojë e urrëtieve individuale mes aktivistëve, mos të madha ato. Ka pushu Davidi, është për ka pushu aktiviteti dhe kemi në vende edhe të ne edhe në rajon, ndoshta edhe më tepër, ku është në mas të madhe është prek Davidi, është zbe në mas të madhe aktiviteti për fenë Allah xhallahu ala, kur të shikosh ku janë arsyet,
Shumica e udhëve të shpijen të kjo. Smundje zemër që janë prek aktivistat e atij veni dhe si pasojë kësaj smundje duke mundu të qërojnë hesape njëri me tjetrin, nga se urrejtja e ka shti, gjitha këto kanë qenë në llogaritë të punëve për Islam, në punë për dinë të Allahut xhallahu ala. Andaj është se nuk ka aktivitete, nuk ka ligjërata, nuk ka mësime, nuk ka prezantim në ligjërata, nuk ka më të dikan, nuk nije se është bënë praktikë caktuar e kështu me radhë. Andaj, edhe kjo smundje e zemrës ndikon në zbehje të aktiviteteve, në zbehje të kontributit, në plagështi, në dobësi, në lodhje që mund ta përjeton një aktivist në rrugën e Allahut xhallahu ala. Andaj edhe këtë aspekt duhet i kushtojmë vëmendje, të përmirësojmë zemrat tona, të përmirësojmë adhurimet e zemrat tona, që të përmirësohet kvaliteti pastaj i punëve tona. Gjithmonë duhet këtë ta shikojmë ndëruar. Andaj, sa herë për shembull në për mbledhjet e shoqatave ose të aktivistave, zakonisht përmenden për një projekt caktuar, përmenden shkaqe materiale, apo na duhet kaq pare, na duhen kaq njerëz, na duhet ky vend, gjitha janë materiale dhe këto janë të domosdoshme, apo mirë, po a përmend ndonjëherë në punë e zemrës, të zëndëruar, na duhet parë, po, na duhet aktiviteti, po, por mbi gjitha na duhet sinqeriteti. Që nuk ka sinqeritet, milionat e dunjas nuk na duhen apo. Apo na duhet dashuria ndërsjellë, nëse ka urrëtie, s'na duhen me 10 shoqata apo. Apo andaj duhet në kuadër të planifikimeve tona për projekte dhe për punë për dinë të Allahut azhjal të përfshihet edhe ky aspekt. Të këshillojmë njëri tjetrin me sinqeritet, të këshillojmë njëri tjetrin me dashuri, të këshillojmë njëri tjetrin me modesti, nga se Allahu xhallahu ala bekon më tepër në sinqeritet sa që bekon në aktivitet. Apo aktiviteti ka për qëllim sebepet materiale. Më tepër bekon Allahu xhallahu ala me një sinqeritet, vallahi më tepër mund të arrijm me sinqeritet dhe me dashuri se që mund të arrijm me mundësi materiale dhe me punë të tjera që i takojnë kësaj natyre. Andaj kjo na zbe, kjo na lodh, nëse nuk kemi të kujtojmë këtë drejtim. E që fatkeqësisht sot temat e zemrave, puna për zemra, kujdesi për zemra është bërë temë tabu. Nuk folet për to askon. Madje nëse folet, është zbulimi i tabuje, sikojnë tjerë me çudi çka i tu thonë ato. Për shembull, para mëna me një mbledhje të një shoqate ku prezantohet projekti, na duhet kjo, dikur unë kam një propozim çka na duhet sinqeriteti dhe vllaznia apo. Na duhet me dashur Allahun dhe njëtet apo. E na këtë e dim, apo se ka vani këtu më përmend. Them se kjo duhet me kryesu agjendën çdo mbledhje tonë apo. Ka se këtu defekti janë apo. Në mungesë të sinqeritetit, në mungesë të dashurisë, në mungesë të mbështetjes në Allahun xhelalu ku të vekuli. Sa jena në mbështetjen e sebep apo. Jena të bindën se nëse i kena 1000 euro, 100% bëhet daure apo. Bëhet kursi. Ku është tek Allahu mbështetje apo? Nuk e kem kët, shkoj kjo po shko, ku është të vekuli. Andaj kjo punë e zemrës. Andaj na duhet edhe kultivimi i këtij aspekti. Ta ruajmë këtë aspekt në mas të madhe apo që na i bekoj Allah xhallahu aktivitetet tona, punët tona, të na shkojmë punët të marr. Të jemi aktivista të zellshëm në rrugën e Allah xhallahu ala. Të jemi aktiv si duhet në kontributin ton që duhet t'ia japim fesë Allah xhallahu ala, pavarësisht nga cili kënd i afrohemi. Thash nga këndi i thirrjes, kuptimi klasik me ftu apo me kuptime të tjera që mund të jemi argat të këtij dini nga mejdanet dhe fusha të ndryshme. Andaj smundja e zemrës është shkak për shkaqeve kryesore që shpije në zbeje dhe plagështim dhe shpartëlim të projekteve të muslimanëve. Andaj kjo ishte që kishte të bënte me këtë pjesë, do thotë 3 manifestime dhe kuptime të rëndësishme për plagështin dhe gjithashtu 3 shkaqe kryesore me reflektime dhe simptome që unë i përmenda në kuadër të kësaj legjërate. E nësë Allah xhallahu ala që fillimisht na i pastron zemrat, e pastaj na i pastron kuptime që mos kemi arsye të paqena, ka se kuptime shumë i rëndësishëm mos marrë tu badiova, dhe të na mëson Allah xhallahu me kuptu drejt rëndësinë e davetit, rëndësinë e kontributit dhe përgjegjësi që ne i kemi përballë këtij dini për të kontribuar fesë Allah xhallahu ala, e nëse këtë kemi, atëherë Allah do ta ushqen zemrën tonë me vullnet, me ambicie, me elan, që të vazhdojmë përpara më tutje dhe nuk do të ketë sfidë që na gjunjëzon. Nuk do të ketë telashe që të na zbras. Përkundrazi, në këtë drejtim mund ta përmbyllim me fjalën e Ibn Qayyimit rahimullah që e keni të njohur, ku thotë Ibn Qayyim rahimullah, unë tash pia bashkangjes së fjalë po them, me këto që i përmendëm, me lejen e Allah xhallahu ala, nëse jam mësim kodrës e lëvizim nga vendi apo. E jo kufrin e shirkun e gjunojt apo. Kodrës me çdo sebepe nëse jam mësim, me lejen e Allah xhallahu, do të leje ti padyshim, me lejen e Allah xhallahu ala kodrën e lëvizim apo. Po na pengon çtu kjo kodër, këtu e qesëm apo. E mos flasim për dukuri tjera negative apo.
nëse jemi sikur se duhet. Allahu na forcoft me kaqën po i do fund se pjesë, Allahu shpëlit për vëmendje, o sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kathira.